Përshëndetje dhe mirësere dhe një tjetër vlog në YouTube. Nëse të më thonit para një muaj Melina të kjo dhe jetë video e 5 në YouTube, nuk do da besoja. Sot data shënon 23 dhjetor, do dalë për dark me Kevin për vjetor. Ne mbushim 7 vite së bashku, e kemi në fakt në datën 25 për vjetorin, po gjithmonë çdo vit dalim 2 ditë para duke qenë se për Krishtlindjet gjithçka është mbyllur. Dhe 25-ën e shfrytëzojmë për të festuar Krishtlindjet. Në këtë vlog traditor do ju tregoj pak për dating ton, dhuratat që t'i bëjmë njëri tjetrit, çfarë surprizash kemi organizuar, surpriza gjë të vogla, blerjet në markete për Krishtlindjet dhe gjithashtu pak të tregoj tavolinën e Krishtlindjeve. Do ju marr me vete hap pas hapi, do mundohem të filmoj maksimalisht, edhe pse akoma nuk jam mësuar me këtë gjë në YouTube-it. Mendoj se kur janë ato video TikTok që do të bëj shpejt, por YouTube është më të chillat. Për këtë më pëlqen, që më do bëj muhabet pak më lirshëm. Tani, ora është 6:10, unë në orë 7 do dal nga shtëpia. Do ju marr pak me vete, t'ju tregoj outfitin çfarë do vesh sot. Kemi rezervuar në një restorant italian, gjithmonë shkojmë në restorant italian, çdo vit për vjetor këtë bëjmë. Dhe do vishemi pak classy, duke qenë se restoranti është i mirë. Dhe po, si fillim, hapi parë, ato që unë urrej më shumë, të thaj flokët, e bëj me shumë përtes. Dhe pastaj të filloj make-upin. Shihemi për pak. Unë do filloj njërë me fytyrën, nuk e di se veproni ju thani njërë kokën, pastaj fytyrën, po si që thash, unë evitoj në maksimum pjesën e tharjes së flokut, sepse përtoj. Do të bëj një kaçurel të bukur, por vendosa t'i bëj të drejta, dhe nuk do i dëmtoj flokët e mi të bukur sot. Më falni për rrëmuj dhe dhomës, por ishte ky vlogu shumë papritur, edhe nuk kam kohë ta rregulloj. Jesi. Ka qenë dhe pak ditë e ngarkuar sot, kam qenë shumë sëmur, isha shumë e lodhur, edhe tham, okay, ta anulloj fare, sot dalin edhe 26, po bëra një dush dhe u qetësova totalisht, piva dhe një ilaç. Unë jam nga ta njerëz që pi ilaçe shumë, po shumë rrallë, vetëm kur diçka me super rëndësi dhe unë duhet jem shumë fit, edhe prandaj piva ilaç sot që t'isha fit për këtë darkë që kam sot, se mezi pres t'i jap dhuratë që i kam bërë. Këtë vit vendosa t'i bëj diçka sentimentale, diçka një aksesor ekstra, mezi pres t'i jap, ajo sentimentale është, nuk e di sa e pash. Edhe jam kurioze çfarë do të ka bërë Kevi. Kevi ka natyrë shumë romantike, edhe gjithmonë ma kalon me dhurata, gjithmonë bën diçka më të bukur. Por mezi u pres të shikoj se çfarë më ka dhuruar. Unë kam qenë pak e stresuar për pjesën e dhuratës së Kevit, se unë gjithmonë do t'i bëj dhuratë 25 dhjetor, dhe të njëjtën kohë ai ka 17 janar ditëlindjen. Çfarë dhuratë t'i bëj për ditëlindje? Më shkruani në komente. Harrojeni çfarë video bëra më parë. Shiko çfarë ndryshimi bëri me këtë dritën. Problemi i kësaj dritës është tregon gjitha problemet që ke, të gjitha. Unë nuk e se bajem për në një wow për make-up, edhe më tregon të gjitha spotet që kam lënë bosh, edhe tak. Në një në shmi, në një në shkeq. Ja, këtë sponjin e përdor për dy funksione, një për të hapur këtë fondatinën, dy për të hapur blushin. Për bazën përdor Dior, është light, është shumë glowy, më pëlqen shumë. Edhe concealer përdor këtë Huda Beauty. Herë parë që marr nga Huda Beauty, më super pëlqen, do ta marr prapë, mora këtë size-in e vogël, po do marr më të madhin herën tjetër. Më duket se kushton 30 vetëm ky. Por zjat, ç'paktë, unë se lëm shpesh se punoj nga shtëpia. E di sa çuditshme më duket vetja pa qerpik. Këtë vit i kam bërë pothuajse çdo muaj qerpikat. Çdo muaj. Tani këtë muaj thash, okay Melina, do të mësohesh me veten pa qerpik, se je sëmurur. Edhe po bësha me kompleks me veten time. Kur shpash ato videot e vitet të YouTube-it isha me qerpik, isha sa bukur. Por jo, nuk do i bëj këtë muaj. Do t'i bëj para se t'i në muaj mjalti, që muajin e mjaltit unë do i në shkurt. Kështu që do kaloj dhe provimet. Dhe vete super. Shikon, literalisht lutem duhet si kur lirë fare, se nuk kam më qerpik, duhet të i trajtoj me serum. U bëra gati me kapilet natyral, tani do thaj flokët, edhe do vishem. Atëherë, u bëra gati shpejt se më shkoj realisht shumë vonë, për 5 minuta do dal nga shtëpia. Ky është fustani që kam marrë nga Shein, i thjesht, i zi, i ngushtë pas trupit, me këto lule këtu. Mora edhe këtë ekstra për ta thyer pak, të vendos dhe orën këtej. Kjo vinte bashk me këtë. Doja patjetër të vendosja qerpik, por dështova nuk di të vendos fake, por s'ka gjë. Flokun pa shtrirë, kështu e kam natyral. Do të kaloj pak
një pjastër së përbaluket, që të jenë super të drejta. Të vendos këtë çantën. Dhe diçka më të vogël në fakt, por s'po gjej momentalisht. Dhe kam veshur një palë këpucë, që i kam marrë nga Sheni, për ju që e dini që u kam thirrë këmbë, nuk marr dot këpucë çfarë do lloji, sepse më dhëm këmba. Dhe këto janë pak me takë dhe duke me e gjatë po ashtu, kështu që win-win. Okej, kemi pak kohë, sepse refuzon të ikim me tren, do marrim taksi. Edhe kemi kohë të hapim dhuratat. Kemi më thaj që dhurata ime nuk merret me vete, është e madhe, s'kam ku ta çoj. Po pres të më surprizoj. Kurse dhuratat e mia, se kam bërë 2 dhurata, janë këtu. Paketimi këtij i skandal, po këtij duket shumë bukur, apo jo? Ti mbyllit? Wow. Oh, është gjigande, çka ke bërë? Kush është gjigande? Po, po jo nuk jam bashkë. Thank you. Kush letra? Azom, të shprej dhe letër. Mëse lexoj me letër. Pse? Se po e lexoj pastaj atëre. Shumë faleminderit Kuço. Tani më surprizo. Hajde. Po të largohem pa nga kamera që të duket. Është foto jona. Wow. Tani që kemi gjithë të foto dalme, duhet të vendosë ndiku, patjetër. Mundova i shumë. E bëj pak rëmuj. Mundova i shumë da paketoj aty kriza shtë. Oj, non, sa shumë paske. Wow, sa e bukur. Vete ke bërë? Po. Vërtet? Faleminderit, Kuço. Shumë e bukur. Thank you. Më në fund do kemi një foto të vërtet nga dasma të madhe të printuar. Shumë gjigande. Si e ke rregulluar një herë? Nuk ishte kështu online të procesi. Jam boss. Po ndaj kam marrë kornizë. Azo. Thank you. Ku të çoj? Aty lart. Mos më gjykoni për reagime, se mos i të reagoj. Thjesht më pëlqen shumë edhe nuk është. Nuk e kam tani aty lart. Okej, lart diku aty. Tani, dhurata ime. Po ju ke dhuratë e dytë, hapi dorën e dytë. Po. Po një tash të gjithë. Oh, është. Je dhuratë. Na, ti pas kam dhënë. Ale shpejt e shoj vonë. Kjo është dhurata e dytë. Më duke se e di qa është. Më duke se e pash dhe sot ma di si gjë. Online. Qa me ndoj, ishte shak. Oh. Qa me ndoj, si ishte? Shau? Po pash një set të tjetër, vë të kësaj kompanie, kësaj firme. Faleminderit Kuço. E Ralph Lauren. E kam dhe një shall të Ralph Lauren. Shumë e bukur, thank you. Do të më thosh me pushimet dimërore tani që ta përdor këtë shall. Ja, dhe të njërani sot. Jo. Jo. Sa bukur më shkoj gjyra. Okej, tani mos e shikoni që i vësh kështu se më shkoj vonë, po. Shumë faleminderit. Ai të put pas kamerave. Thank you. Tani hajde këtu, të jap dhuratën time. Përshëndetje njerëz. Unë do ta shkruaj diçka që e di. Do ta hap mirë. Hajde pastaj do votoj njerëzit kush bëri dhurat më të bukura. Pa sigur që unë në bërë. Mos e bura fotografia. Me marrë dhe kornizën sot. Po pse që kornizë? Po është nuk duket keq. Po mirë, shikojmë. Prandaj se do punoj dhe bëj gati se ke bërë gati vetë. Tani këtu janë 2 dhurata. Këtë hapë parë. Ups.
Sandra. Melina është Nuk është kjo. Melina është të lumë, Melina. Nëse ti si zbulova qa është. Ja, nuk është pa qa. Ik ver tjetër se shpejmo. Isha kështu. Pse dreqin është kjo? Kjo është dhuratë e Secret Santa, se ne kemi bërë një lojë në familje që se cilit i kemi vendosur nga një emër, se jemi 7 persona, dhe emri kujt i ka rënë do i bëj një dhuratë dikujt. Unë nuk e tregoj tani këtu kush më ka rënë, po shpresoj kemi mos e ke zbuluar. Po harrova që kisha paketuar 2 gjëra dhe po, kjo është dhuratë e Secret Santa. Shqyr që se hapi ndryshe, shqyr. Tani presim të gjej dhuratën e saktë. Unë jam shumë keqe memori në shpirt. Hajde. Të lutem, më thoj që se kuptove qa ishte. Jo, pa, po unë të lexoj qa ishte, po që se kuptova qa ishte. Nejse. Me e për mojnë, në ishte po. Si të për mojnë. Është për personin që më ka rënë. Kush me ndoni se më ka A rënë? të regove të janë, jo? Këto janë 2 dhurata që unë i kam bërë. Atëherë. Kjo është e personalizuara. Kurse kjo është aksesor. Sa i dhura, të vuaj, në filmin të hapë, Dhe përditën e shpejt vjene. Kjo kevit... Okej, hape një se të tregoj. Oh, nice. Më pëlqen. Kevi nuk i pëlqen të vaj kesh, ba vetëm karta, dhe nuk e kishte një kasile për karta. Edhe mendova të bleja diçka. Kështu të regoj? Shumë përgjeri, shumë i bukur. Tek zosh. Kurse kjo njerë është fantastike fare. Dhe qaj? Po ta lë kështu sprafti që mos e shikosh në para se çfarë është. Mundo të hapësh sprafti. Okej. Në kam dhe unë një dërgjë mund tjetë. Jo se kam. Oh, shajna me dritë. Me shumë të qeshk. Oh, sa bukur. Se një të foto kemi si të ty. Këta e dhja, që të zhitë një Por, por? E dhja të prisë të gjallë muzikë. Jo. Jo? Sa bukur. Këtë lexon martesa jon, këngëdas, më zonë, që kemi bërë kërcimin. Sa bukur. Është magnet që vendoset në frigorifer. Është magnet? Po. Okej, ti fitove. E të kërcimin të në dasmës. Sa bukur. Shumë bukur. Qysh në vegjin e të shtë. E ti që doja të bëja unë, një gjë fantastike fare. Për pash këtë doja të gjeneroja një lik me premtime tona. Po, ishe shumë punë edhe nuk di sa bëjnë. Ti gjonim sa i shtyru ma ta. Po, edhe doja të thoja, Kevi, hajtë më ti mo të bëj këtë si gjë, se Kevi bën këtë gjëra. Edhe nuk përtoje ta bëj, ishe në... Ishe në, si thonë, nuk e fjallën në Shqip. Nuk isha shumë kohë. Nese, gjësi, këtë ishe dhuratat tona. Më të regoni kush i ka pëlqyer më shumë. Jo është një letër e shkurtër. Unë dhe letër shumë të lartë. Është për mua letra, nuk është për njerëzit. Okej, mos e lexo. Na shkoj vonë, ikëm, ciao. Vetë se ikëm në për. Tani shihemi për pak tek restoranti. Erdhëm te lokali, ka një super koktejl, që e Hugo Spritz, më kujton Itali. E të është restorant italian, do thoni ju. Ka shumë të huaj, gjerman s'ka fare, sepse është një vend shumë i famshëm në TikTok, quhet Crocodile. Coccodrillo. Sa bukur e kanë menun? Duken të këndshme këto ngjyrat kështu. Është shumë e kuqe. Sa të bukur e ka interiorin. Këto janë koktejlet, unë mora këtë, Kevi mori këtë. Ky është ushqimi, Kevi ka përsëritur pizza, kurse unë makarona. Janë të mbushura me ricota dhe me patë. Pizza e Kevit quhet Queen.
Shumë të mira duken. Çfarë lloj ëmbëlsire është kjo? Duke interesante, shkatrova. Tani po kthehemi për në shtëpi. Ishte shumë restorant i mirë, ushqimi ishte fantastik, më pëlqeu shumë. Në total paguam 85 euro. 85 euro. Bakshish të përfshirë. Me bakshish të përfshirë. Ishin 2 pjata kryesore në të dy, 2 cocktails edhe në të njëjtë kohë. Ëmbëlsirë. Sa bukur. Edhe një ëmbëlsirë. Që të shumë arsyeshëm. Jemi në një lagje që s'kam që kurrë këtu në Berlin. Edhe thash, wow, ekziston ka një vend tjetër në Berlin. Berlini prandaj është i bukur, më pëlqen, se është gjigant edhe gjithmonë zbulon vende të reja. Po nuk më mëse ku të thash para një ca kohë, s'kemi që me kemi nuk e di sa kohë bëj që jetojmë po themi në Berlin. 5 vite kam që kam marrë në Berlin. 5 vite sa. Kemi kohë që e frekuentojmë Berlinin. Edhe prap ka vende që nuk e dim se ku janë, ku i bie, çfarë ofrojnë. Po, do filloj kjo pjesë tani pas vizitëri që do të rrugë shumë pis. Ky është vlogu për sot. Shihemi nesër në kërkim të një supermarketi i hapur për të blerë disa gjëra për Krishtlindje. Shihemi nesër. Ciao. Përshëndetje. Sot jemi në market për të bërë pazaret e Krishtlindjeve. Gjëtë shumë dhe kam marrë mami. Unë do merrem me këto zbukurime të avolinës, jo të bëj dhe një borë të lezetshëm, edhe po blej disa llojra sallamash dhe djathrash. Ka kushte 24 sot. Kjo është gjendje deri tani. Kemi marrë vetëm gjëra për të pjekur në furrë edhe për të mbushur të bordin. Shumë cute. Na u bashkoi dhe Mariani për të bërë pazaret e Krishtlindjeve. Përshëndetje YouTube-it. Përshëndetje, si jeni? Mirë si jeti. Nga shtëpia. Nga shtëpia e madhe. Dhe morëm pije për vitin e ri. Në të njëjtën kohë se nuk po na linte kurioziteti të zgjidhim që tani. Kjo është gjendja miq, vetëm gjëra të pashëndetshme. Por i premtoj vetes që 2026 kjo karrocë jetë vetëm me gjëra të shëndetshme. Por tani na falet sepse janë festat. Mariam, pse ke libër fëmijë në dorë? Do të na tregosh diçka? Apo janë këto libra që do të mësosh gjermanisht, që janë për fëmijë, do të praktikosh gjuhën. Marian, ta dini ju njerëz, ka marrë bënjishin me mua dhe e praktikon pothuajse fare në jetën e përditshme. Ndoshta mund të jetë na dy shpraf tani. Tash do të përsërisë njëra njëshi se kemi vend. Kam certifikatën e njësit me dokumenta. Jo, bënjishit dhe të thoja. Bënjishin do ta bëjmë së shpejt. Okej, se kemi mbaroj punë. Kemi po presim bëdyshim me ty. Javën tjetër. Presim. Kjo është situata miq, për pak do ju tregoj sa kushtuan të gjitha. Kështu që kemi çuna që na ndihmojnë. Ka që kushtuan? Ha? Njerës ishte po them bufare. Sa ftohtë. Okej, shkuana i shtrenjtë sepse ishte një pije 50 euro prandaj. Se është diku, por në çfarë morëm? S'ke marrë asmish të paktën. Opa! Shiko ta bjena sa qejf bëjmë pa ty. Tani morëm disa detaje për natën vitit të ri dhe për Krishtlindje. Morëm disa lojra të ndryshme, sepse kemi shumë qejf të luajmë lojra gjatë festave, duke që se jemi shumë vetëm. Por nuk po gjej dot kapuç ose ndonjë rreth për vitin e ri. Edhe unë pasi gjeta kapuç se rreth përzitem shumë. Të gjej patjetër. E gjeta rreth që mungonte, por mungonte një fund për fest. Si do të vesh një bati të kuqe dhe një fund të zi. Duket pak i madh, por është masasë. Kështu që besoj se më bën. Nuk ka shansa provoj këtë se s'kam nerva. Me thënë drejtë më vjen pak keq paguaj. Tani po marrim energji. Sa e mirë duket.
Marian, kur do qethesh? Ndoshta sot. Jeri sa të shkon unë aso? Faleminderit na thonë gjithmonë. Kush ta thot? Njerëzit do të dalë me. Tani po shkojmë në shtëpi sa po bëm pazare, pim kafe, hangër mëngjesin. Jemi pak të lodhur. Shtëpia është në gjendje katastrofike. Do të bëjmë punat sepse nesër janë Krishtlindjet. Kur i festoni Krishtlindjen? Do të 24 po 25? Na u bashkua edhe mami, sa erdhi nga puna, por nuk ka qef të dalë në video. Ngrie pak këngën e Krisilame, të lutem. Ngrie pak zërin. Si? Zërin. Opa! Albana. Zbrit. Një nga zbukurime që morëm sot ishte kjo dhe vendosëm. Ok, nuk të shkoj shumë me Krishtlindje, por nuk e kemi tavolinë përpara kësaj. Edhe dhuratë që më bëri Kevi, sa bukur doli. Se dje pat pa kornizë. Kurse tani është e kompletuar. Po të ime preferuar është kjo. Shumë e bukur. Dhe unë tani po e mbyll ditën me një mask. Pastrova shtëpinë, dhomën dhe jam gati për festën nesër. Këtë e preva unë kështu se mbeziste syri. Është një nga ato maska që bëhet transparente pas pak minutash. Do shta du të kaloj një orë, po. Dhe ja, faleminderit që më ndoqë për ditën e dytë, që jemi nesër ditën e tretë, që është dita e Krishtlindjeve. Sot është vigjilja e Krishtlindjeve, por ne nuk e festojmë sot, e festojmë nesër. Shemi nesër! Përshëndetje, sot data 25 dhe jemi ditën e Krishtlindjeve. Po shtrojmë avash tavolinën. Dua si fillim t'ju uroj gëzuar Krishtlindje, fat dhe mbarësi në familjet tuaja. Faleminderit që më keni ndjekur për gjatë vitit 2025 dhe shpresoj 2026 të jetë një vit më i harreshëm, më i gëzueshëm dhe më i suksesshëm për të gjithë. Unë do t'rregoj pak nga tavolina jonë që do shtrojmë. Jemi në total 7 veta. Kam vendosur vetëm pjatat dhe mbulesën në dekorimin festiv. Kam marrë disa pecerka të tilla, dhe i vendos nëpër pjata, pirunët, të sjell gotat dhe në të njëjtën kohë kam marrë disa pemë të tilla të i vendos nëpër tavolinë. Doja në fakt të merrja nga ato qirinjt e gjatë, qirinj gjeta po zgjeta të mbajtsen, edhe isha në limit të kohës. Nuk e di pse gjithmonë për vitin e ri, gjithmonë për festën e fundvitit nuk arriti blej gjërat para në kohë. Se zakonisht i përsis në shenjë se ka gjëra më interesante dhe më të bukura, po këtë vit më humbi koha. Blem edhe këtë Happy New Year e morëm dje që në tregtare. Dhe do bëj disa borde interesante, do ham pak, do pim pak verë para se të filloj darka. Dhe kemi lënë darka ta bëjmë ora 7-8. Zakonisht e bëjmë për drejt, po kësaj radhe duke qenë se disa persona ishin në punë para dite dhe do s'ta bëjmë në darkë. Ky luku i me buzët e kuq që nuk se më pëlqen shumë, po shkoj me bustanin. Do një diçka interesante. Së do dini diçka interesante, këtë bustan e ka veshur fiks para një viti kur më ka propozuar Kevi. Dhe sot fiks edhe 25. Kjo është në azaj propozimit, kjo në mes. Mos shikoni që ka një kërtojnë. Sa bukur duket. Shumë këtë. Ato të heqim, sigurisht se vendosim mishin pak më vonë. Edhe unë të pi atë zemrën aty, se vera më duket shumë nuk e pi dot. Shtriva pak flokët. Unë prapë mendoj që buzët e kuqe nuk më shkojnë. Por, po i mbaj. Deri sa të filloj të ha dhe të ushqehem, do më shtuket me sekonda. Doja t'i bëja pak kaçurel në fakt, por doja lë vitit të ri si gjë. Dhe ja, gjëra të bën gati, ti përpresim njerëzit tani. Edhe kur pret njerëzit vetëm copit, edhe kur copit ngopesh, edhe kur lisa tavolin nuk të hahet më. Më ndodh vetëm mua apo dhe juve. Po mos ta bëjmë shumë boring situatën, po mendoj të vendos pak muzikë. Nuk e di pse se vendohem përpara një herë. Më duket më po shpa kamera larg.
Ta afrojmë pak. Sa që këtë di, o kam thënë besoj 27 herë, po a the prapë, pëlqen shumë YouTube, shumë chill. Do isha shumë kështu para TikTokut. Do të them 5 gjëra brenda 50 sekondash, dhe shumë shpejt që mesazhi të arrihet. Unë jam e faza. Kam një periudhë dëgjoj këngë të huaja, jam një periudhë që dëgjoj vetëm këngë popullore. Para një 5 ditësh për të dëgjuar vetëm këngë balada të vjetra shqiptare. Ishte shumë, po shumë romantike. Edhe tani do vendos kjo që më doli para, Lore Amanet, fiksohem, ka një zë të mrekulluesh. Amanet, le të vona, jam e mirë, nuk folojna, fona që shiko çfarë kam këtu. Kanë ngelur aq shumë nga dasma, po shpresojmë t'i haj tani dikush. Edhe këto shumë cute. S'është për mua, bëm për mua. Vdes. Kush të do ty më shumë se unë, kush të do ty natën më gjumë, kush të do ty më shumë se unë. Kur të shikoj goca që më editon videot, këto që do i nis, do më thot, po kjo seriozisht ka bërë një vlog në YouTube duke bërë karaoke, apo ka bërë vlog? Të puth. Sa po na erdhi dhe Tabiana më në fund. Gëzuar! Jemi në YouTube këtu, nëse nuk e kuptove. E kuptova. Pse veç e fusandës jam kurioze? Pse kisha të kuqe, po ishte shumë e orë, ishte boost. Veç e fusandë të zi do e këtoj, sepse mora vesh e vesh vile fusandë të zi, do e ta vishte unë. Ajo, ty lihet! Po geta. Më do bjapësh geta. Nuk kam geta. shërbej, Edhe mirë që o, vjen me vones, po kërkon dhe geta. Më shërbej, o e zonja shtëpis. Jo më përsyre, duha shumë. Më qosh gjopin e tjetë, më varë shumë. A që gjatë e unë se të varë gjopin. Nga vajtë i pra. Hajde që muzik, hajde. Hop, hop. Mos e bëja karaoke vetëm atë, s'po vinë asnjëri. Karaoke me këtë të lutem. Ju lutem dëgjoni këngë që po dëgjoni me Lenin tani. Po bënte karaoke Vetëm me këtë këngë. Është e ke dëgjuar me shumë siguri. Çaçi, vetëm se pa. Kush të do ty më shumë se unë. Të lutem, ke gjyka me Lenin këtë këngën? Po bënte karaoke vetëm tha me këtë këngë. Edhe bjezën atit? Jo. Sa hajtë kjo është bërë keqi. Kush të do ty natën? Më bëne me shaf në mojë. Ma bëre jetën maloj. O të dua, o së dua. Shumë më bëj si ti mua. Tabiana se më faqe ka s'kem një dhurat, le të shikojmë. Ne shikojmë që dhurate. Këto janë çantat që kam marrë me Linës para disa vitesh. Këtë çantë kam 2 vite. E imja. Edhe kjo e imja, ma dhuruan për dasmën dhe ka fytyrë të mamari. Po rregulloja dollapin sot dhe thash çfarë janë ekstra. Ekstra, Edhe edhe pse na është e jema. bukur, po gjithsesi. Edhe këto janë po ashtu rrobat e. Faleminderit shpirt që më sova gjithë më e vlerësoj shumë. Edhe këto janë rrobat. Nuk e di çfarë do bëja pa ty. Na u bashkua dhe Kevi. Përshëndetje të gjithë. Marian, hajde që shikon aty. Hajde futu. Edhe shikoni, janë bërë bashkët meçi. Nuk e do me që po nejtë. Hajde Marian. Nuk e qef Bajo. Bajo nuk e qef famën. Bajo me që nga firma. Yeah. Hajde u Bajo vemi bashkë. Hajde. Bajo hajde. Hajde bëjmë edhe Christmas card për njerëzit. Kevi prova me të rish. Të bëjmë shumë. Bëni screenshot. Marian një pa qefër. Sa keq. Ma janë, nëse të mi e një dritë. Se që ke verbuar. Klasën të rrisë.
Asgjë nuk kam, veç i zemër dhe atë ta jap ty. Më prano, kështu siç jam, dashuria për mua jeti. Jo, nuk do pendohesh, nuk do pendohesh. Presi juaj ka problem bëni video me neve që bëjmë TikTok. Më prano, kështu siç jam. Ora shënon 1, ne mbaruam festën. Kalom shumë mirë. Babi nuk ishte se është në Shqipëri, por do vi për fund vit. Kemi luajtur shumë me pantomime. U bëm 6 veta. Isha unë, Tabjana, vllai im, Mariani Kevi dhe vllai Marianit. Dhe u bëm dy skuadra, po unë dhe Mariani para në skuadër, jemi të mërshëm. Jemi shumë kompetitiv si njerëz edhe fituam sigurisht. Një lojë nga që e parë që ne po fitonim fuqishëm, ne bën me inat Tabjana me Kevin, bën fjalë shumë të vështira që nuk ke shans të zbulonte njëri. Tani do bëhem gati për të fjetur. Shumë faleminderit që ndoqët këtë vlog. Ishte herë e parë, besoj që ishte një vlog kaq i gjatë. Do postoj rregullisht, kështu që mos harroni të bëni subscribe. Ju përqafoj dhe ju furoj edhe një herë festat e gëzuara. Ju përshëndes, mirupafshim.